7 marsi I parë në Shqipëri nuk ka nisur me lule, por ka nisur që një betejë rrezikshme për ekzistencë më ndiqnin deri në fund, ndërsa dua të bëj një homazh nderi për 3 figura që lanë gjurmë dhe nisën shtegun e arsimit shqiptar. Ndërsa bota donte që të na heshte gjuhën, 3 gra intelektuale vendosën që të sfidonin gjithçka. Ato nuk ishin thjesht mësuese, por ishin revolucionare që paguan një çmim të lartë për çdo shkronjë që na kanë lënë trashëgim. Sevasti Qiriazi, e lindur në Manastir dhe e diplomuar në Robert College në Stamboll, kur hapi shkollën e parë shqipe në Korçë në vitin 1891, nuk gjeti mbështetje, por përkundrazi u përndoq dhe u kërcënua si nga forcat e jashtme, nga pushtuesit, por gjithashtu edhe nga forcat e brendshme, të cilët nuk donin që të shkruhej gjuha shqipe aq më tepër që vashat shqiptare të mësonin. E megjithatë, ajo nuk u mposht, por eci në mes të stuhis duke hapur rrugën që askush s'guxonte ta shkelte. Paraskevi Qiriazi, motra e saj, u diplomua në Amerikë, në shtetin e Ohajos, dhe erdhi në Shqipëri për të shkruar historinë. Ishte vetmja grua mes burrave në Kongresin e Manastirit për alfabetin ton, por jo vetëm kaq. Ajo ishte vetmja grua në delegacionin shqiptar-amerikan që mori pjesë në vitin 1919 në konferencën e Parisit, duke luftuar që emri ynë të mos fshihej nga harta e botës. Emri i tretë ndoshta ishte surprizë për mua, Urania Rumbo, rebelja e pathyeshme e Gjirokastrës. Lindi në 1895 dhe u arsimua në Janin me zjarre të luftrave ballkanike. Mësoi frëngjisht edhe anglisht. Dinte gjithashtu shumë mirë greqisht edhe shqip. Nuk pranoi kurrë që vajzat të mbeteshin e hije. Luftoi që vajzat dhe djemt ishin të barabartë në bankat e shkollës, duke sfiduar një shoqëri të tërë që kërkonte t'i mbante vajzat të mbyllura. Nëse sot vajzat dhe djemt ulen së bashku në një klasë, mos e merrni më për të mirë qenë, sepse dikush ka luftuar shumë që ato të uleshin së bashku. Sevastia, Parashevia dhe Urania, që të treja vuajtën u persekutuan, por nuk u thyen. Sot, kur shkruajmë shqip, shkruajmë edhe me dorën e tyre. Ky 7 mars nuk është thjesht një fest, por është një homazh për qendresën dhe për qindra mësues, të cilët kanë sakrifikuar për arsimin shqiptar dhe kanë lënë gjurmë të thella në historinë e popullit tonë. Nëse jeni një mësues gëzuar 7 marsin, ndoshta ju mendoni se nuk keni bërë një gjë kaq të madhe sa këto gra, por në fakt ju keni bërë ndryshim, qoftë edhe në jetën e një nxënësi. Zoti ju bekoft, edhe dëgjojmë në videon tjetër. Nëse nuk më ndiqni, por keni dëshirë që të ndiqni materiale të tilla që lidhin vlerat me jetën e përditshme, me historinë, me personazhe frymëzues, me besimin, me aspektin shpirtëror, atëherë më bëni follow. Dëgjojmë prapë.